finalen historike për kombëtarin, kështu që jemi qetë, kemi një atmosferë jashtëzakonisht e mirë shkëlqyer në kamp dhe nesër shpresojmë shumë në sukses. Translate. Peki. Sizin sorularınızı çevireceğiz Arnavutça'ya. Sadece Türkiye'nin. Evet. Peki, evet. Türk basınıyız. Peki. Vedat merhaba. İbrahim Kırkayak, TRT Spor. Başarılar diliyoruz. Tarihi bir maç. Bir anlamda sen eski dostlarla aynı sahada olacaksın. Kalbinde neler hissediyorsun? Kosova-Türkiye dostluğu her zaman daim ama sahada bir maç oynanacak. Final maçı. Türkiye'nin milli takımın savunma oyuncularını kafanda analiz ettin mi? Maçı oynadın mı? Teşekkür ederim. Përshëndetje për Vedatin. Unë jam Ibrahim Kërkajak prej TRT Turkia, televizionit Turqisë, edhe deshta pyetjen për Vedatin si një lojtar me përvojë në këndeshje historike, sa jeni të përgatitur dhe a keni luajtur këtë lojë në krye? Përshëndetje, faleminderit për pyetje. Thash edhe më herët se jam në kështu si emocionalisht, por një ndryshe se unë kam qenë 8 vjet atje, jam formuar si futbollist atje, kam shumë respekt për shtetin e Turqisë, për ata lojtarë që kemi luajtur, kemi qenë edhe bashkëlojtarë dhe kundërshtar në shumë ndeshje. Po nesër është ditë ndryshe, është ndeshje ndryshe, është çështje kombëtare, është çështje shteti, kështu që nesër në fushë, domethënë mrena fijave fair play, domethënë me kufizimit, unë do e vazhdoj të respektoj kundërshtarët, po do e bëj mos për me arrit fitoren si shtet dhe më kualifiku në Kupën e Botës. Tabii ki ben 8 sene Türkiye'de futbol oynadım. Çoğunluk hepsi benim arkadaşım. Fakat yarınki maç bambaşka bir şey. Milli duygularla milli maç. Yani fair play şeyde gitsin istiyorum maç. Elimizden her şeyi yapacağız. Hilmi Sever Anadolu Ajansı. Vedat, yarınki maç tabii ki bir final karşılaşması. Türk milli takımının son oynadığı Romanya maçını izledin mi? Türk milli takımı ile ilgili gözlemlerin neler? Sana göre güçlü yanları neler ya da zayıf yanları? Ndeshjen e nesërme apo mendoni çka janë pjesët pozitive, pjesa më e fuqishme e reprezentacionit të Turqisë? Pata rastin me pa ndeshjen pjesën e parë edhe pse Romania ka luajtur domethënë shumë në mbrojtje në fazën shumë defensive, Turqia e pa që ka kriju 2 raste, po edhe ka pësu 2 raste. Kështu që për kualitet nuk flitet, kanë kualitet shumë të lartë, kanë individ shumë të lartë, po na shpresojna, si që është edhe më shpresojna në lojën ekipore, besoj që këto i kemi më të fuqisëm se Turkia. Tabii ki ben şansım vardı ki Romanya maçının ilk devresini seyrettim. O maçtaki 2 tane Türkiye'nin 2 tane pozisyonu vardı. Aynı Romanya'nın da pozisyonu. Romanya biraz fazla defans oynattı. Belli ki Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var. Pyetje për Vedatin, kur kanë shënuar si larg më i mirë në kombëtarin e Kosovës, po 5 ndeshjet e fundit nuk e bëu gola prej duelit me Suedin. A është që je rujt për këtë ndeshjen finale, apo është momenti i dur tani mu rikthyer goli pas 5 ndeshje? Valla kisha pas qef me thonë po, jam rujt, po jo, fakt kemi vite që jena këtu në për konferenca, në për lojna, gjithmonë kom thonë jetën, nuk po më intereson me shënu gola derisa fiton ekipi. Jena tu fol për kombëtare, për shtetin, kështu që masi kam 4 loj the apo? 5 loj, pa shënu 5 loj gol, po që ku është kombëtarja, kemi arritur finalin, kështu që
nuk po më intereson as pak. Shpresoj që edhe nesër mos shënoj, por ne të fitojnë lojën. A ka dikush pyetje tjetër për Vedatin, që ta lirojmë pastaj? Leonita Bajrami, Top Channel. Për juve në aspektin personal, çka do thot kualifikimi në kampionatin botror, tu e pas parasysh që është hera e parë e Kosovës, edhe në një histori prej një dekade, kogja e shkurt. Po besoj jo veç për mu, po për gjithë shtetin. Kjo me një intervjist tjetër thash që besoj që pas pavarësisë mund t'jetë lumturia më e madhe e shtetit tonë. Kështu që dëshira jon, forca jon është maksimale për ta arritur këto. S'du me fut presion as bashkëlojtarët e mi, po as vetëm, po nesër besoj fuqishëm në fitore, nëse bashkohemi me tifos ton, me gjithë ju që jeni këtu, edhe shpresoj të arrijmë suksesin edhe pastaj të festojmë bashkë në shesh. Lore Gashanica nga Gazeta Blec, interesimi për ta shikuar ndeshjen ndaj Turqisë nga tifozët ka qenë enorm, ndoshta më i madhi prej historisë futbollit në Kosovë. Cili është mesazhi juaj për tifozët që do të jenë pranishëm nesër? Unë një mesazh si gjithmonë do të them që duhet të përkrahen 90 minuta pa u nal, se ka mundësi që shkon edhe në vazhdime, po një përkrahje, një shtyrje për neve, tu e ditë kualitetin e rivalit, kështu që neve na nevojitet posa saj që thash më herët lojë ekipore, po na nevojitet edhe përkrahje, një shtyrje ekstra nga tifos ton. Nesër 90 minuta pa unal, me na përkrah edhe së bashku mund të bëjmë andrën realitet. Për shkak të kohës, po e sheni sa gazetari në sallë, nëse i përkthejmë secilin 2 herë, hupim 2-3 minuta me një pyetje. Edhe s'mina me pas shumë pyetje, kemi stërvitje në ora 11. Çok zamanımız yok. Onun için 2-3 dakika kaybediyor. Şimdi saat 11'de antrenmanımız var. Onun için acele etmek gerekiyor. Can you please speak one by one? When you speak all of you together, we don't hear anything. Po thotë në Turqi po shkon që tash live edhe po kanë qef mbi ditë. Jemi të hub kot. Nëse doni me vazhdu me pyetje dhe me konferencë, vazhdojmë me pyetje dhe me konferencë. Okej, a ka dikush pyetje për selektorin, për trajnerin? Is there questions for the coach? Me që pyetjet për Vedatin përfunduan, po e lirojmë që të përgatitet për stërvitje. Vedat sorular bitti Vedat için. Vedat'ı bırakıyoruz, antrenmanı var. Faleminderit, teşekkür ederim. Hilmi, şu iki soru